Pranon që po të shfrytëzoj apo çka? Unë nuk po du me të thonë bashkë qështu. Po du me të pa që edhe ti lufton për jetën tonë. Po, unë po luftoj verbes në atë mënyrën teme. Tash, s'kam krah me fleturu zamrana. Po cila është ajo mënyrë që po do me luftu ti? Po, Ilir, që të shku puna? Puna është të shku mirë, po kemi një problem të vogël me mallin që ka ardhje. Çfarë problemi mërë? Transporti nuk ka ardhur komplet. Një pjesë e porosisë kanë mbetë në depë në Shkop. Po që shka mundësi mëre? Na kina marrë veshje që malli ka me ardhi plot. Alo? E, ku je më rëthe? Se më ka marrë malli me tani zonën shumë. Po jo, bes, seriozisht e kam. Po, kur nuk ni veç një dit nuk ni, ketë dita mrapsht më shkanë. A besa? Albona, a je tia? Po, bre, une ja. Apo mjep? Apo të kujtona? Qysh më mos me të njoft, veç kanë kalu shumë vjetë. Po, shumë ku kanë kalu. Ku je moj ti? Je zhdu krejt. Nuk e kum dit që e ki marrë biznisin e babës te. Po, Albon, pe kur diq aj, më ka romu me udhëheq. Surpriz! A je gjallë e bi? Po, gjallë, ku je ishtë? Dërët, po je sasina. S'pas ke ndrysu heq, as je normal. S'ka morë malë në shumë Po, ata. bre, edhe mu shumë. Këtë një urbanisë. Hej, më Albon. Po jeta i ndryshon njerëz. Edhe une nuk jam ajo që isha dikur. I më i besi edhe anë qështu. Kum pas edhe kum kalu nga përkona shumë të vështira. Hej, Besa! Arlen? A je lol? Qa po ndodhë të? Zamër nuk e dita që pas ka dhe musafer. Kjo është Albona, shoqe vjetër, nuk e kum pa që shumë vjetë. Jena konë bashkë në shkollë, edhe gjithë kena kalu mirë. Përshëndetje, Alin. Më ka fol Besa shumë për ty. Po më dokësh e njëfshme, po është apo për ngjan dikën tjetër, po megjithatë përshëndetje. Po, Arlend, bashkë jena konë në shkollë, me një klasë jena konë, kena shumë kujtimet bukura. Aha, kuptova. Mirë, shumë kënaqësi. Alban, a bë me që pak lutën? Po, mëre pa tjetër. Po thash me dvejt pak qysh po shkon jeta jote pas gjithë këtyne viteve. Nuk është e lehtë. E kum kalu një periudhë shumë të vështirë. Po e kuptoj. Po tija jeton vetë, për kujdesë dikush për ty, apo... E tash po m'vjen mirë që vo takum jashtë punës. Pa telashe, pa presjan. Si natyrë, ma. Po, normal që është ndryshe. Pas sytë tjerëve. Alban, po e ndjej që diçka shumë tërheqje ka mes me dhe ti. Ej, fillove dhe ti si çdo mashkull me njerë me komplimente. Jo, nuk është kompliment, po pe ndjej qështu, edhe pse ti e ketë ndryshe prej tjerave. Loçk, Po, shumë i podokësh, faleminderit. veç flok diçka, Qa? po të rrinë sot mirë. Nashta frym erdha sot në kam edhe frym e madhe. Me siguri. Për çeta? Qëre, une hiç nuk kam qep mu vanu. Sidomos kur kam shumë punë. Të kërkoj ndjes loç se sot kish pas shumë trafik. Nuk ndodh ma. A kam pishë se ardha joa.
Shumë shpesh i të orë në zyre ti. Shka është ka ndodhë? Jo, kur që e pash Albanën në rrugë, puna dhe në zyre i pata të punë të mija. Po ju ves, shka jeni të boju këtu? Bes, prit veç pak dal jashtë, prit. Arlin, jashtë! Bes. Qëtësa jo, se nuk është... Vica, veç pak. Qetësoju, qa është kjo gjendja ju të kështu? Arlind, fol, po nuk i nevoj. Unë e i di krejt. O konë veç një gabim, nuk i kon dit as shka po bëj, as besëm, bes. Gabim, Arlind. Kur u martum na, qfar gjendje o konë jeta jonë? Jashtë, Bes. jashtë.